Një operacion I koduar faza e parë I zhvilluar nga Policia e Malësisë së Madhe ka quar në arrestimin e një shtetasi të shpallur në kërkim për kultivim të bimëve narkotike. Në pranga karon shtetasi BR 52 vjeç, banues në fshatin Kryemir Çezme. Ndalimi I tij u bë nga specialistët për hetimin e krimeve pranë Komisariatit të Policisë Malësie Madhe, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative. Sipas burimeve zyrtare, ndaj 52 vjeçarit ishte caktuar masa e sigurisë arrest në burg nga gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër me vendim të datës 7 prill 2026 për veprën penale kultivimi bimëve narkotike. Nga hetimet rezulton se ai dyshohet të ketë kultivuar një sasi të konsiderueshme fidanosh dhe farash kanabis në platforma polesteroli brenda një magazine në pronësi të tij në fshatin Kryemir Çezme. Këto bimë janë zbuluar dhe asgjësuar nga shërbimet e policisë më datë 30 mars 2026. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës, e cila do të vijojë me veprimet e mëtejshme hetimore për këtë rast.